për përdojnë analogjinë si duket të ambasadorit të Rode, por ju duhet me kuptu që lejtori ndrohet ata që e kuptojnë futbollin ku nuk performon mirë. Jo për shkak se ta kërkon ekipi kundërshtor, e para. E dyta, çka është shumë e rëndësi, që na s'kena mrrijas me shti lejtorin fush. Edhe tash ju po thoni do të më ndru për shkak se ekipi kundërshtor po lyp me ndru lejtorin. Tregoma mua nëse Gjermania ose trajneri i Gjermanisë shkon e vet tazëm hipotetikisht kur luan me Anglinë, trajnerin e Anglisë me shtiç lejtor fusha ju. E më thon trajneri anglisë ja ndroi çtas s'po m'pëlqen. Kështu që analogjia po besoj ata që kuptojnë futbollin ka qenë dot, nuk qëndron. Seanca do të vazhdon, po besoj që nuk besoj, unë e di që jemi përsërit, po mendoj që duhet me përsërit për qytetarin. Na kemi ofru pako për shkak se Kuvendi i Republikës Kosovës i takon këtë partive politike. Edhe kushtetuta e ka caktu kujt i takon. Partisë fituese, partisë 2 dhe të tretë në kryetarët si dhe 2 përfaqësues për komuniteteve. Pra, këtu nuk ka gorë për me bë kompromise. Për qeveri, ka kompromise dhe qytetarët po besoj ku kanë votu për parlamentin, po për formimin e qeverisë. Kështu që mendoj që kemi dhënë alternative të mjaftueshme, për më tepër kemi shtri dorën LDK-s për me bërë një marrëveshje gjithëpërfshirëse ku i japim zgjidhje edhe Kuvendit, po edhe qeverisë. Kanë refuzu, ata po thonë s'mujna pa PDK-n, po besoj ju si gazetar është mirë me pyet kanë LDK-n në rregull apo don një qeveri gjithëpërfshirëse. Pse duhet më kon PDK-ja me juve? Për shkak se na i kemi 48, ata e kanë 20, bojnë 68. Përfshi këtu edhe 10 përfaqësues për komuniteteve jo serbe, 78. Me 78 na mujna me vazhdu. Pse pi duhet PDK-ja? Qëta as po ja bani si pyetje, po as ka dhënë përgjigje. Kështu që ata po dojmë në PDK, na kemi refuzuar me qenë pjesë e një koalicioni, çfarë do koalicioni ku PDK-ja ban pjesë. Mendoj që me LDK-n kishim dhënë zgjidhje dhe po besoj që ekziston edhe vullneti i elektoratit për me bënë një gjë të tillë. Tash na këtë çka mundi me bash me ardh, me çu dorën, me votu, ata që votojnë kundër edhe që po abstenojnë ose që s'po morrin pjesë në këtë rast, ata janë bllokuesit në këtë rast, edhe mendoj që duhet me i thirr mendjes edhe me zhblloku situatën ku jemi. A prit një reflektim sot? Unë uroj shpresoj që opozita të reflektojë për shkak se ata po e bllokojnë. Mendoni situatën, për shembull LDK-ja thotë, na nuk e votojmë asnjë kandidat. Tash, mendoni situatën sikur të votohet kryetari edhe na nuk ja votojmë në kryetar, na thojmë të njëjtin sen. Sigurisht se presioni vjen te na, thotë, s'po voton ju duhet me votuar në kryetarin e LDK-s. Për shkak se ata propozojnë. A kemi bërë të njëjtin sen? Po jo, na i kemi ofruar pako. Hajde e votojmë edhe kryetarin edhe nën kryetarët. Për shkak se kushtetuta na i ka përcaktuar. Unë mendoj që kish pos hapësirë për kompromis, sikur partia fituese ta kishte marrë kryetarin e 5 nën kryetarët. Tash normal që ti duhet me dhon diçka për me i lutur ata më ta votu. Po nuk është situata, kjo është vlen për qeverinë, për Kuvendin, janë përcaktuar me pozitat, edhe mendoj që është absolutisht e papranueshme edhe absurde me mojt Kuvendin në bllokum, për shkak se s'piu pëlqen një kandidat, kur kushtetuta thotë që propozuesin e keni ju. Faleminderit për juve.